الحمد لله الذي جل وعلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المجتبى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد. Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahu madhruar, ai që është vetëm pa shok, paqja dhe bekimet Allahu madhruar qofshin mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë besimtarët që do ndjekin rrugat e tij deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet tjetër përveç Allahu xhalle shanhu dhe dëshmojmë që Muhamedi është robi dhe dërguar Allahu xhalle shanhu. Lezer, Allahu madhruar thot në Kur'an: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum", nxitoni ose vraponi tek maghfirati, fali Allahu madhruar. "Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard", dhe drejt xheneti që gjerësia e saj është mes qiell dhe tokë. "U'iddat lil muttaqin", dhe është përgatitur për njerëzit që kanë devotshmëri, kanë frikë Allahu madhruar real. Frika e vërtet që është frika vjen duke menduar madhrimi Allahu xhalle shanu edhe gadashuri Allahu xhalle shanu. Është në një hadith thot dërguar Allahu xhalle shanu në mëson dua që Allah na jep aq frikë që ne na ruan nga gjunahet dhe kemi frikë për marrëdhënimin ten. Nuk duhet një frikë që ne nuk lëvizim dot në dunja ose nuk punojmë dot në dunja edhe nuk bëjmë dot e praktona. Prandaj Allahu xhalle shanu në Kur'an na tregon: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswa", shembuli më I miri për ju është Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Se dërguar Allah jeta e tij, një herë dërguar Allahu xhalle shanu nuk ishte në shtëpia dhe trokit dera dikush. Edhe gruaja Profet sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu anha pyeti: "Kush jeni?" Se ka kuptuar që ka disa njerëz, edhe kanë treguar filan. Tre shokët dërguar Allahu xhalle shanu ishin. Edhe kanë pyetur besperda që si është jeta përgjithshëm dërguar Allahu xhalle shanu kur është në shtëpia. Se jeta, kjo është privatësia që ne nuk dim, kurse jeta përgjithshëm ne dim. Aisha radhiyallahu anha ka treguar: "Agjeron ditën hana enta, një pjesë nata, biles 2 pjesë nata flen gjumë, një pjesë fundit qëndron para Allahu xhalle shanu, edhe ashtu veprat e tij." Por ato tre shokët Profet selam kanë ardhur nga frika tepër, kishte shumë frikë nga Allahu madhruar për hisabin, për të dalë para Allahu xhalle shanu ditën e gjykimit. Edhe kanë justifikuar që dërguar Allahu xhalle shanu nga që është të falur, se profeti janë masum, është bindja jonë që profet është para profesia nuk bën gjuna, as pas profesia nuk ka diskutim. Se Allahu xhalle shanu heq, ne që bëm gjuna, bëm nga nafs. Shetani inspiron në nafsi, i zbukuron, edhe pastaj ne veprojemi. Edhe prandaj ne bëm mund, nafsi jonë mundet zemrën tonë. Zemra jonë asnjë nuk do ta bëm një shkelja urdhi Allahu xhalle shanu. Por nafsi mund zemrën ton, shpirtin ton, edhe ne pastaj guxojmë nafsin bashkë me shejtani dhe bëjmë ai veprimin. Prandaj pas bërja veprimi keq ose një gjuna e jemi peshman. Edhe prandaj dërguar Allahu xhalle shanu ka thënë: "Kullu bani Adam khata'un", gjithë bani Adam, familja Adam alayhi salatu wassalam janë gjunaqar. Dhe gjunaqari më I miri është ai që pendon. Dhe nafsi atëherë sahabat që kanë ardhur tre, kur kanë dëgjuar veprimin e Allahu xhalle shanu kanë menduar që Allahu xhalle shanu ka falur gjithë gjunahet. Profeti alayhi salatu wassalam ai është masum, edhe për ai mjafton aq që është duke bërë. Por ne që jemi gjunafçar, na kërkohet llogaria ditën e gjykimit nga Allahu, ne duhet bëjmë akoma shumë vepra.
edhe janë duke diskutuar njëri me tjetër ato, këtu, afër. Edhe njëri është duke thënë, unë kam vendosur veten tim që shumis koha njëri harxhon në kërkimi risku, i sheson për familja, edhe kjo garkesa nëse kemi, ne nuk vëm të përgatitja për ahiret tamam. Edhe unë nuk kam për të mërtuar më. Do të ri pa mërtuar. Edhe nëse jam pa mërtuar, jam lirë për adhurimin e Allahu xhallahu xhaleshanu. Folin njëri. Kurse dujti tha, unë ka gjë nuk bëjt, po unë kam lënë që nuk do fle gjumë fare natën. Gjithë natë do kaloj gjithë jetën tim para Allahu xhallahu xhaleshanu dhe gjatë ditës do krijoj ato detyrat e mia edhe farzët e Allahu xhallahu xhaleshanu. Edhe gjumi do të le pak fare. Treti tha, unë nuk kam ato dy mundësia që keni ju, po unë gjithë jeta kam për të agjeruar, nuk ri asnjë ditë pa agjerim, ta ashtu plotësoj adhurimin tim para Allahu xhallahu xhaleshanu edhe nuk kam gjatë ditën, sa ai ka menduar që gjatë ditën njerëzit bën gjunahat, unë gjatë ditën do të jem agjerim edhe adhurim nuk kam për të bërë gjuna. Edhe ashtu kanë vendosur. Edhe gruaja e Profetit sallallahu alajhi wasallam është duke dëgjuar mohabeti e tyre. Pas sa koha ka ardhur dërguar Allahu xhallahu xhaleshanu, edhe Aisha radhiyallahu anha tregon që ishin filan, edhe ato ishin duke diskutuar ashtu për atë dërguar Allahu xhallahu xhaleshanu doli, edhe ato ishin në rrugë akoma, pse kanë ardhur për vullneti shumë i mirë, vëllezërieti shumë i pastër. Dërguar Allahu xhallahu xhaleshanu edhe mblodhi edhe sahabët tjera, edhe tregon dëshira mirë për të shtuar, mashallah, njëti shumë i pastër, kjo njëti që vlerësohet, por tha, dërguar Allahu xhallahu xhaleshanu, Allahu xhallahu xhaleshanu mua ka dërguar si shembull për ju. Unë edhe martoj me gra, edhe kam familje dhe kam harxuar kohën tim për kërkimi risku. Punë tjetër është pas profecia dërguar Allahu xhallahu xhaleshanu nuk ka kërkuar shumë vetën për këtë gjë. Po ai mbështetja tek Allahu që kishte për risku ne nuk kemi. Është në hadith. Dërguar Allahu xhallahu xhaleshanu thotë: "Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi", nëse ju mbështetni tek Allahu xhallahu xhaleshanu me të drejtë që ka mbështetje tek Allahu xhallahu xhaleshanu. Atëherë Allahu xhallahu xhaleshanu ju sjell risku ashtu siç sjell për Zot. Zogët mëngjes dalin me barkun e bosh e kur i kthen darka janë gopur. Ashtu bën Allahu me ju, po ju nuk keni ashtu mbështetje, prandaj jeni detyrueshëm ta kërkoni sebabet e riskut. Edhe Umar radhiyallahu anhu dënonte ato shokët Profetit alayhis salam që rishin në xhamin Profetit alayhis salam edhe nuk punoshin gjatë. Shkoni, kërkoni risku Allahu xhallahu xhaleshanu në pjesët e toka ku ka saktuar Allahu nuk sjell nga qiell flori dhe argjendi. Edhe kjo ishte suneti i dërguar Allahu xhallahu xhaleshanu, edhe dërguar Allahu xhallahu xhaleshanu ka thënë, unë jam shembull për ju, Allahu mua ka dërguar si shembull, po prap unë martohem edhe ri me familje, edhe nivojat e familjes, edhe pastaj jam duke bërë. Unë agjeroj edhe bëj iftarët. Kuptimi është janë disa ditë që agjeroj dhe disa ditë nuk agjeroj. Unë një pjesë natë edhe fle gjumë, edhe një pjesë natë adhuroj. Kjo është sunneti im, kjo është rruga im. Atë që nuk pëlqen kjo rruga im, si profeti Allahu xhallahu xhaleshanu, atëherë ai nuk është prej nesh. Domethënë nuk është muslimani. Kjo është në Islamin nuk na mëson që do gelemi pa martuar, do të rim gjithë natë pa gjumë, vetëm falemi namaz, ose gjithë dalim, gjithë jetë rruga Allahu xhallahu xhaleshanu, ku është në tabligh, po puna, familja është pa ushqim, familja është pa kujdes. Edhe kjo shariati na ka ardhur për treguar shembull. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Dhe vëllezër është duke ardhur muaji Ramazan, dhe ne duhet kemi diçka përgatitja para Ramazan, duhet kemi etja për vepra të mira. Edhe ajeti Kur'an që është aty duke treguar ne vizitoni për falje Allahu xhallahu xhaleshanu, edhe për të fituar xheneti Allahu xhallahu xhaleshanu që gjerësia saj është qiell dhe tokë. Ai është shembull, ne dim që gjerësia saj është më shumë nga qiell dhe tokë, se patjetër xheneti është sipër qiell dhe tokë. Dhe prandaj dërguar Allahu xhallahu xhaleshanu ka larguar nga Makka, edhe pas largimit nga Makka kishin kaluar afërsisht 6 vit. Njëri që është rritur në Makka, edhe çdo ditë ka falur namazin në Kaaba pas profecia. Dërguar Allahu xhallahu xhaleshanu kur ishte i vogël,
Abdul Muttalib, gjushi i dërguar Xhaleshanu është mutawalli, kujdestari i Kabës. Ai ishte gjithçka për Kaba, për organizmi haxhi, për